Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shkoja në punë, takoja njerëz, qeshja atëherë kur duhej, por brenda mbaja një peshë që nuk dija si ta hiqja. Gjithçka ndodhi në një ditë që dukej krejt e zakonshme. Një vizitë familjare si shumë të tjera. Shtëpia e hallës ishte gjithmonë vend ku shkoja pa menduar 2 herë. Ishte familje, ishte siguri, ose të paktën kështu besoja unë. Burri i hallës kishte qenë gjithmonë aty në jetën time. Në festa, në drekë familjare, në ditëlindje. Asnjëherë nuk isha menduar për të ndonjë gjë tjetër veç se një figurë e zakonshme familjare. Nuk ishte pasur shenja të qarta as paralajmërime. Ndoshta kjo është pjesa më e vështirë për të pranuar. Rreziku ndonjëherë nuk vjen nga të panjohurit, por nga ata që i ke ulur në të njëjtën tavolinë. Në një moment mbetëm vetëm. Nuk ishte diçka e planifikuar. Thjesht rrethanat dhe thjesht ndodhi. Brenda atij momenti kufitemi u shkelën në mënyrë të papritur. Ajo që ndodhi nuk ishte keq kuptim, nuk ishte ngatrim, ishte një veprim i qartë, koshient, i padrejtë që më la pa fjalë. Reagimi im më ka përndjekur për një kohë të gjatë. Nuk bërtita, nuk shtyva, trupi im u ngri, mendja ime u shkëput. Ka një lloj frike që nuk të bën të ikësh, por të ndalon se ekzistuari për disa sekonda. Dhe ato sekonda më duken ende të gjata sa një jetë e tërë. Kur arrita të largohem, ndihesha sikur po ecja mbi pambuk. U mbylla në një dhomë tjetër dhe u përpoqja të merrja frymë. Duart më dridheshin, zemra më rihte fort, dhe mbi të gjitha, më pushtoi një ndjenjë turpi që nuk kishte asnjë logjik. Turp për diçka që nuk e kisha zgjedhur, turp për diçka që më kishte imponuar. U ktheva në shtëpi atë ditë dhe nuk i tregova askujt. Mendova se nëse e mbaja për vete, ndoshta do të zhdukej. Por nuk u zhduk. U kthye në mendimet e përsëritura, në net pa gjumë, në ankth sa herë që telefoni binte dhe shija një numër familjar. Fillova të shmangja takimet, të gjeja justifikime, të sëmuresha rastësisht sa herë që kishte mbledhje familjare. Çdo herë që e shija, edhe nga larg, ndjeja trupin tim të tensionohej. Ishte sikur trupi im e mbante mend edhe kur mendja përpiqej ta fshihte. Për muaj të tërë, fajsova veten. Pyetje pafund, pse isha aty, pse nuk reagova ndryshe, pse nuk u largova më shpejt. Janë pyetje që shumë viktima ja bëjnë vetes, edhe pse nuk kanë asnjë faj. Shoqëria na ka mësuar të dyshojmë më parë te viktimat sesa te dhunuesi, dhe pa e kuptuar, e kisha përthithur edhe unë këtë mendësi. Hapi i parë drejt dritës ishte shumë i vogël. I tregova një shoqeje, jo me detaje, jo me rrjedhshmëri. Fjalë të copëzuara, lot, heshtje. Ajo nuk më ndërpreu, nuk më vuri në dyshim, dhe për herë të parë ndjeva se bara ime po ndahej. Më vonë erdhën bisedat më të vështira. Frika se mos nuk më besonin, frika se mos familja do të coptohej, frika se do të më shihnin ndryshe, por edhe aty mësova diçka. E vërteta është e rëndë, por heshtja është akoma më e rëndë. Procesi i shërimit nuk është linear. Ka ditë kur ndihem e fortë, e qartë, e qëndrueshme, ka ditë kur një kujtim i vogël, një erë, një dhomë ngjashme më rikthen gjithçka. Por tani e di se reagimet e mia janë normale. Trupi im po përpiqet të më mbrojë. Sot jam ende duke mësuar të jetoj me këtë histori, por jo më si sekret. Është pjesë e imja, por nuk më përcakton. Kam mësuar të vendos kufi, të dëgjoj veten, të mos e minimizoj dhimbjen time për hir të qetësisë të tjerëve. E tregoj këtë histori jo për të tronditur, por për të thënë me qartësi. Abuzimi mund të ndodhë edhe në familje, edhe në vendet që ne i quajmë më të sigurtat. Dhe kur ndodh, fajtor nuk është ai që ngrin nga frika, por ai që shkel kufit. Unë jam ende këtu, jo e pandryshuar, por e vetëdijshme, jo e pathyer, por më e fortë në një mënyrë tjetër.
Dhe zëri im, sado i dridhur, meriton të dëgjohet. Shkoja në punë, takoja njerëz, qeshja atëherë kur duhej, por brenda mbaja një peshë që nuk dija si ta hiqja. Gjithçka ndodhi në një ditë që dukej krejt e zakonshme. Një vizitë familjare si shumë të tjera. Shtëpia e hallës ishte gjithmonë vend ku shkoja pa menduar 2 herë. Ishte familje, ishte siguri, ose të paktën kështu besoja unë. Burri i hallës kishte qenë gjithmonë aty në jetën time. Në festa, në drekë familjare, në ditëlindje. Asnjëherë nuk isha menduar për të ndonjë gjë tjetër veç se një figurë e zakonshme familjare. Nuk ishte pasur shenja të qarta as paralajmërime. Ndoshta kjo është pjesa më e vështirë për të pranuar. Rreziku ndonjëherë nuk vjen nga të panjohurit, por nga ata që i ke ulur në të njëjtën tavolinë. Në një moment mbetëm vetëm. Nuk ishte diçka e planifikuar. Thjesht rrethanat dhe thjesht ndodhi. Brenda atij momenti kufit e mi u shkelën në mënyrë të papritur. Ajo që ndodhi nuk ishte keq kuptim, nuk ishte ngatrim, ishte një veprim i qartë, koshient, i padrejtë që më la pa fjalë. Reagimi im më ka përndjekur për një kohë të gjatë. Nuk bërtita, nuk shtyva, trupi im u ngri, mendja ime u shkëput. Ka një lloj frike që nuk të bën të ikësh, por të ndalon se ekzistuari për disa sekonda. Dhe ato sekonda më duken ende të gjata sa një jetë e tërë. Kur arrita të largohem, ndihesha sikur po ecja mbi pambuk. U mbylla në një dhomë tjetër dhe u përpoqja të merrja frymë. Duart më dridheshin, zemra më rihte fort, dhe mbi të gjitha, më pushtoi një ndjenjë turpi që nuk kishte asnjë logjik. Turp për diçka që nuk e kisha zgjedhur. Turp për diçka që më kishte imponuar. U ktheva në shtëpi atë ditë dhe nuk i tregova askujt. Mendova se nëse e mbaja për vete, ndoshta do të zhdukej. Por nuk u zhduk. U kthye në mendimet e përsëritura, në net pa gjumë, në ankth sa herë që telefoni binte dhe shija një numër familjar. Fillova të shmangja takimet, të gjeja justifikime, të sëmuresha rastësisht sa herë që kishte mbledhje familjare. Çdo herë që e shija, edhe nga larg, ndjeja trupin tim të tensionohej. Ishte sikur trupi im e mbante mend edhe kur mendja përpiqej ta fshihte. Për muaj të tërë, fajsova veten. Pyetje pafund, pse isha aty, pse nuk reagova ndryshe, pse nuk u largova më shpejt. Janë pyetje që shumë viktima ja bëjnë vetes, edhe pse nuk kanë asnjë faj. Shoqëria na ka mësuar të dyshojmë më parë te viktimat sesa te dhunuesi, dhe pa e kuptuar, e kisha përthithur edhe unë këtë mendësi. Hapi i parë drejt dritës ishte shumë i vogël. I tregova një shoqeje, jo me detaje, jo me rrjedhshmëri. Fjalë të copëzuara, lot, heshtje. Ajo nuk më ndërpreu, nuk më vuri në dyshim, dhe për herë të parë ndjeva se bara ime po ndahej. Më vonë erdhën bisedat më të vështira.